Neranzi Group për herë të dytë merr pjesë në panairin Horeca të organizuar në Pallatin e Kongreseve, me pjesëmarrje në shumë bizneseve të cilët operojnë në sektorin e hotelëri turizmit. Me një aktivitet 34 vjeçar në sektorin ushqimor, Neranzi Group do të prezantojë markat prestigjioze europiane të linjës Horeca, por jo vetëm. Në këtë panair, Neranzi Group prezanton edhe paketimet e reja dhe ekologjike për linjën Horeca. Është një panair që realisht i ka tejkaluar pritshmëritë tona, sepse vitin e kaluar ishte mund të themi një test, duke qenë se ne prej mbi 20 vite organizojmë panairet tona në ambientet e Neranzi Group. Ka qenë një panair që realisht na ka surprizuar për shkak se vërtet dimensionet dhe larmishmëria e klientelës edhe ekspozitorëve është vërtet për të vlerësuar. Neranzi Group është në këtë panair me kompaninë Neranzi, që ka produktet më të mira për Horeca nga distributor europian shumë prestigjioz, brende vërtet të vlerësuara. Kemi Neranzi Pak me paketime ekologjike dhe shumë utilitare për bizneset Horeca. Këtë vit përveç stendës brenda me produkte profesionale për Horeca, Neranzi Group ju sjell më nga afër shijen e mrekullueshme të produkteve nëpërmjet autobusit të shijes Neranzi, i cili i parkuar në hyrje të Pallatit të Kongreseve, me studentët e talentuar të Institutit Kulinar Neranzi. Do të gatuajnë live për të gjithë ju për 3 ditë me radhë. Me Institutin Kulinar Neranzi, ne jemi të pozicionuar në pjesën e jashtme, ku jemi duke shfaqur të gjitha teknikat e ndryshme gastronomike me shefat dhe studentët tanë, duke përdorur të gjitha produktet që kompania Neranzi ofron, duke qenë se ka realisht një gamë shumë të gjerë të produkteve të ndryshme. Është një kënaqësi shumë e madhe dhe realisht një mundësi shumë e mirë për të gjithë bizneset që mund të vinë dhe mund të degustojnë produkte nga më të ndryshmet, duke qenë se kompania Neranzi i ofron këtë mundësi, por gjithashtu dhe sigurinë dhe cilësinë që është patjetër e padiskutueshme. Neranzi është jo vetëm importues i markave më të famshme ndërkombëtare, por edhe një promovues i ushqyerjes së shëndetshme.